Tash e dy ditë në Stamboll të Turqisë nën organizimin e shoqatës Tukijat dhe kryetarit të kësaj shoqate Ragip Qesko. Bizneset kosovare prezantohen si pjesë e panajirit të radhës i treti për këtë vit, Istanbul Fashion Connection. Me këtë rast dhe ekipi televizionit Besa ka qenë në këtë panajir për të përcjellur gjithë aktivitetin dhe suksesin e këtij panajiri. Kryetari i shoqatës Ragip Qesko me këtë rast pohon se këtë herë Kosovën e përfaqësua me 53 pjesëmarrës të suksesshëm, duke pasur mundësinë të njihemi nga afër me brendet më të njohura dhe modelet për sezonin pranverë-verë, si dhe të hapim rrugë të reja bashkëpunimi mes të dyja shteteve. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur me besimin dhe interesimin e madh të pjesëmarrësve për të qenë pjesë e Tukijat, duke dëshmuar çdo herë e më shumë se jemi lider në këtë organizime. Falenderoj prej fillimit të Besën, ku gjithmonë ka qenë dhe do të jetë në panajeret tona që do të organizojmë edhe në Stamboll, edhe në Turqi, edhe në shtete tjera si në Madrid, kësaj ere kemi Düsseldorfin, Dubajin edhe Katarin. Sa i përket këtij panajerit, sot jemi goxha bajegis një pjesëmarrje në 53 biznesmena që na ndojnë Kosovën me dignitet. Sa i përket organizimi është në nivel shumë duhur. Besoj që janë edhe pjesëmarrësit të kënaqur me këtë organizim. Ky panajir kësaj here që është organizimi jon në emër të shoqatës Tukijat, është panajiri i dytë i radhës. Thash 53 persona, 53 biznesmena janë, do veç i kanë filluar edhe marrëveshjet me disa bizneset në sektorin e tekstilit. Unë jam tepër i kënaqur si kryetar që çdo ditë pjesëmarrja te shoqata jon është masive. Unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, unë falenderoj edhe organizatorët e IFKOS që na mundsuan të gjitha akomodimet të jenë falas, normalisht vetëm transporti që është siguruar nga shoqata jon, mendimin tonë. Unë prapë po i them që të gjitha pjesëmarrësit që kanë dëshirë, së pari të jenë anëtarë të na dhe të dytit të organizojmë kështu si kemi qenë edhe sot, në mënyrë kolektive, organizimet edhe në panajir, po normas që të mos jetë monotoni, të dalim edhe pak si relax. Falenderoj Besa TV-n, falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, po ashtu falenderoj edhe Abdulkadir Bey'in, që është një ndër organizatorët më kryesor, edhe që na jep një fuqi për çdo organizime. Unë falenderoj për te, falenderoj të Besa. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që ishin pjesë e këtij eventi madhështor dhe televizionin Besa. Abdulkadir Bey ka theksuar Ragip Qesko. Derisa për mikrofonin ton ka folur Samedin Hoxhallari, i cili foli për faktin se ky panajir është me rëndësi dhe falenderoi zotrin Qesko, e po kështu folën edhe pjesëmarrës të tjerë, edhe zotri Kastrioti, edhe pse fillestari në këtë tha se do të ndihet krenar me organizimet që po i bën Tukijat dhe zotri Qesko. Kemi ardhur këtu në Istanbul Fashion, në Stamboll për panajirin e IFKOS. Jemi këtu për marrë me këshirë modelet që kanë trendet e reja, me firmat që janë këtu. Jemi një grup i madh që kemi ardhur, në organizim mirë, jemi me njohur. Çfarë mundeni me thonë për opinionin? Le të bashkojnë edhe ne të vim këtu, ne të vizitojnë, të qyrin firma të reja, modele të reja, trendet e reja. Po ky organizim është i mirëseardhëm, unë edhe pse në këtë lamin e tekstilit jam i ri, nuk kam eksperiencë, po erdha me pas cilat janë mundësitë. Kështu që falenderoj juve dhe shoqatën Tukijat për këtë organizim, shumë të mirë, shumë të mirëseardhëm. Po shumë nivel duhur, shumë i qelluar, me të gjitha domethënë ato mundësitë, sidomos për këta që janë këtë fushë dhe dojnë mu zhvillu tutje me bo kontakte. Si fillestar. Po edhe unë si fillestar, erdha thash cilat janë mundësitë, shohim çmimet se janë, domethënë cilat janë mundësitë për këtë vit. Që ndjeni veten ju me flamurin ton kombëtar
që jemi si prezentues për Kosovën. Shumë krenar për biznese, për persona që miren me biznes, që marrin pjesë, të shfrytëzojnë këtë mundësi që të vinë, domethënë përmes këtyre organizimeve, sepse besoj që janë në dobi tyne dhe të zhvillimit të ekonomisë së gjallë.